Të fluturosh pas 60 vjeç nuk duhet të jetë lodhës. Arsyeja pse shpesh ndodh kështu është se nuk po kërkon atë që të takon me të drejtë. A e dinit se mund të merrni ndihmë mjekësore, ushqim të personalizuar dhe madje edhe ndryshim vendi në rreshtin e parë pa asnjë kosto? Avionët nuk e shpallin këtë publikisht, por unë këtu ju sjell listën përfundimtare të 15 gjërave falas që do të ndryshojnë udhëtimin tuaj të ardhshëm përgjithmonë. Pa truke. Vetëm përfitime reale. Përfitimi i fundit është jetik për mirëqenien tuaj fizike. Le të fillojmë. Numri 15, valigjeja e dytë totalisht falas. Ky është një nga sekretet më të ruajtura të industrisë. Zakonisht, linjat ajrore kërkojnë pasuri për çdo kilogram shtesë. Por ekziston një politikë e frangjizës së zgjatur si mirësjellje për të moshuarit. Në linjat ndërkombëtare, sidomos drejt Amerikës Latine ose Evropës, shumë kompani lejojnë që pasagjerët mbi 60 vjeç të regjistrojnë një valigje të dytë pa pagesë, nëse bëhet fjalë për sende personale të domosdoshme ose nëse fluturimi ka marrëveshje qeveritare. Çuditërisht, ky përfitim nuk shfaqet kurrë në aplikacionin mobil ose në faqen e internetit. Për ta aktivizuar, duhet të paraqiteni në sportelin e linjës ajrore dhe të përmendni se jeni një udhëtar senior duke kërkuar këtë mirësjellje për bagazhin. Kjo mund t'ju kursejë deri në $100 për rrugë. Numri 14, karroca elektrike për transport pika për pika. Shumë njerëz mendojnë se karrocat elektrike që shohim në terminale janë vetëm për emergjenca ose për persona me aftësi të kufizuara të rënda. Realiteti është se çdo i moshuar që ndjen lodhje mund të kërkojë këtë transport falas. Nuk ju nevojitet asnjë certifikat mjekësore, asnjë karrige me rrota. Nëse porta juaj e nisjes është në anën tjetër të aeroportit, thjesht afroheni tek një agent me jelek reflektues dhe kërkoni shërbimin e transportit për pasagjerët e moshuar. Ata do t'ju çojnë shpejt mes turmës, duke ju shpëtuar nga ecjet kilometrike që lodhin këdo. Ky është një shërbim luksoz, i disponueshëm vetëm për ju për shkak të përvojës suaj të jetës. Numri 13, qasje në rreshtin e sigurisë preferencial. A e dinit se radhat kilometrike në siguri mund të shmangen ligjërisht dhe pa paguar anëtarësi? Në shumicën e aeroporteve ndërkombëtare ekziston një linjë e quajtur rreshti i mirësjelljes ose qasje prioritare. Edhe pse tabelat zakonisht janë të vogla dhe diskrete, personeli i sigurisë është i udhëzuar të lejojë kalimin e të moshuarve përmes këtyre rrugëve të shpejta. Thjesht afrohuni në fillim të radhës, tregoni identifikimin tuaj dhe pyesni butësisht: a ka një rresht preferencial për personat e moshuar? Brenda 5 minutash do të keni kaluar kontrollin, ndërsa të tjerët presin orë të tëra në diell ose ajër të kondicionuar të fortë. Numri 2, vendet në rreshtin e përmbajtur pa kosto. Vendet me më shumë hapësirë për këmbët zakonisht kushtojnë mes $50 dhe $150 shtesë. Megjithatë, vendet e rreshtit të parë në seksionin ekonomik, të njohura si vende pranëndarësit, shpesh mbahen të rezervuara për raste me nevoja fizike. Nëse paraqiteni herët në sportelin e regjistrimit dhe përmendni se keni probleme me qarkullimin ose ngurtësi të nyjave për shkak të moshës, agjentët kanë autoritetin t'ju caktojnë këto vende falas. Është një përmirësim i menjëhershëm që garanton që gjunjët tuaj nuk do të prekin karrigen e përparme gjatë gjithë fluturimin. Numri 11, kiti i mirëqenies Secret Refill. Në fluturimet e natës ose ato të gjata, stewardesat ruajnë kitet e higjienës që përfshin çorape termike, maska silki, tapona cilësor për veshët dhe kremra hidratues. Edhe pse zakonisht nuk shpërndahen në klasën ekonomike, ekziston një rezervë speciale për pasagjerët e moshuar që e kërkojnë për rehati. Nëse ndjeni se ajri i thatë i kabinës po ju ndikon, mos hezitoni ta kërkoni. Numri 10, menut mjekësore DHR dieta të personalizuara. Shumica e pasagjerëve mjaftohen me opsionin pul ose makarona, por ju nuk duhet të bëni kompromis. Linjat ajrore ofrojnë deri në 20 lloje ushqimesh speciale. Të ulta në natrium për presionin e gjakut, të ulta në sheqer për diabetikët ose dieta të buta të lehtësisht të tretshme. Këto ushqime zakonisht janë më cilësore dhe shërbehen para pasagjerëve të tjerë. Truku është të kërkoni ushqimin përmes faqes së internetit ose telefonit të paktën 48 orë para nisjes. Ky është një shërbim ushqimor falas që garanton që shëndeti juaj të mos ndikojë nga ushqimi i përpunuar i avionit. Numri 9, prioritet absolut në migracion DHR dogan.
Kur ateroni në një vend të huaj, lodhja zakonisht është në maksimum. Çfarë pothuajse askush nuk tregon është se përfitimi i të qenit i moshuar nuk mbaron në avion. Në zonat e migracionit në pothuajse gjithë botën ekzistojnë sportele ekskluzive për personat mbi 60 vjeç. Nuk ka rëndësi sa e gjatë është fila e përgjithshme, ju keni të drejtë të shkoni tek sporteli i shërbimit prioritar. Kjo mund t'ju kursej deri në 1 orë pritje në këmbë. Mos harroni, nuk është një favor, është një protokoll ndërkombëtar respekti ndaj udhëtarëve me përvojë. Numri 8. Ndihmë me bagazhin në hapësinë e përmërishme. Tërheqja e një valixhe 10 kg mbi kokë mund të jetë shkak për dëmtim të shpinës. Edhe pse stewardesat teknikisht nuk janë të detyruara të ngrejnë valixhe për arsye sigurie, ato kanë udhëzime të ndihmojnë prioritarisht të moshuarit. Nëse kërkoni ndihmë me një buzëqeshje, ato jo vetëm që do t'ju ndihmojnë, por do të sigurohen që valixha juaj të vendoset saktësisht mbi vendin tuaj në mënyrë që të mos keni nevojë të ecni në korridor pas zbritjes. Është një çështje sigurie dhe komoditeti që nuk duhet të humbisni kurrë. Para se të vazhdojmë, abonohuni në kanal. Na ndihmoni shumë vetëm me një klikim. Shkruani në komente nga ku na ndiqni dhe ku do të dëshironi të shkonte udhëtimi juaj i ardhshëm. Numri 7. Përmirësim i vendit në minutat e fundit. Ky është përfitimi më emocionues i listës. Kur një fluturim nuk është i plot, kreu i kabinës ka autoritetin të zhvendos pasagjerët në vendet e klasës biznes ose ekonomi premium për arsye rehatje dhe mirëqenie. Të moshuarit janë të parët në listë për këto zhvendosje mirësjelljeje. Sekreti këtu është mirësjellja ekstreme dhe koha. Nëse shihni vende të lira në pjesën e përparme, afroheni me kujdes tek porta e nisjes dhe përmendni. Nëse rastësisht duhet të ekuilibroni peshën e avionit ose keni një vend më të rehatshëm të disponueshëm, do të doja të konsiderohesha. Do të habiteni sa herë kjo mund të rezultojë në një udhëtim luksos plotësisht falas. Numri 6. Ujë dëhre pije hidratuese pa limit. Dehidratimi është armiku numër 1 në ajër, sidomos për ata që marrin medikamente. Ndërsa pasagjerët e tjerë presin kalimin e karrocës së shërbimit, ju mund të kërkoni ujë mineral ose lëngje natyrale në çdo moment të fluturimit pa pagesë. Nuk ka nevojë të ngriheni, përdorni butonin e thirrjes. Personeli i kabinës preferon me mira herë të hidratojë një pasagjer të moshuar sesa të trajtojë një dekompensim mjekësor për mungesë lëngjesh. Qëndroni të hidratuar, është e drejta juaj dhe thelbësore për shëndetin tuaj. Numri 5. Shërbimi i ndërprerës në transfere. Nëse keni një ndalesë në një aeroport që nuk e njihni dhe friksoheni se mund të humbisni, mund të kërkoni një ndihmës lidhjeje. Ky është një antar i stafit që do t'ju presë në derën e nisjes së fluturimit tuaj të parë dhe do t'ju udhëheqë personalisht në këmbë ose me karrocë deri te porta tjetër e nisjes. Ky shërbim është plotësisht falas për të moshuarit dhe eliminon frikën nga ndalesat e shkurtra ose aeroportet gjigante. Thjesht duhet ta kërkoni gjatë regjistrimit ose check-in i fillestar. Numri 4. Embarqim i parapritur për organizim tour plot. Gjithmonë do të shihni që thirren së pari familjet me fëmijë dhe pasagjerët e klasës së parë. Menjëherë pas tyre, ose madje në të njëjtën kohë, të moshuarit lejohet të hyjnë. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse ju lejon të futeni në avion kur korridori është i zbrazët, të gjeni vendin tuaj pa presion, të vendosni qetësisht gjërat tuaja dhe të uleni para se të fillojë kaosi i boardingut të përgjithshëm. Kjo ul ndjeshëm nivelet e kortizolit dhe stresin e udhëtimit. Numri 3. Qasje diskrete në salon VIP. Edhe pse qasja në sallat ekskluzive zakonisht është me pagesë, ekzistojnë përjashtime. Shumë linja ajrore kanë marrëveshje me shoqata pensionistësh ose programe për përfitime për mbi 65 vjeç. Nëse keni një ndalesë shumë të gjatë, pyetni në sportelin e sallës VIP nëse ka ndonjë tarifë mirësjelljeje ose zbritje për moshë. Ndonjëherë, nëse salla nuk është e mbushur, lejojnë hyrjen falas për të moshuarit si një shenjë mirëkuptimi. Brenda saj do të keni ushqim, pije dhe koltuk të shtrirë pa kosto shtesë. Dhe nëse mendoni se kjo është e jashtëzakonshme, prisni të dëgjoni më tej. Numri 2. Rimbursime për arsye mjekësore të vërtetuara. A e dinit se madje edhe biletat që thonë jo të rimbursueshme mund të kthehen nëse jeni i moshuar? Nëse për arsye shëndetësore nuk mund të udhëtoni, shumë linja ajrore zbatojnë një politikë humanitare.
Duke paraqitur një certifikat mjekësore të thjeshtë, mund të kërkoni të kthehet paratë ose të merrni një kredi udhëtimi me vlerën totale, pa penalitetet standarde që do t'ju ngarkonin një udhëtar i ri. Kjo mbron investimin tuaj dhe ju jep qetësi mendore gjatë planifikimit të pushimeve. Dhe tani, kushtoni vëmendje. Numri 1. Transporti i pa kosto i pajisjeve mjekësore. Nëse përdorni një koncentrator oksigjeni, një pajisje për apnea të gjumit, ose madje një shkop ose karrige me 4 rrota, këto nuk llogariten si bagazh dore. Mund t'i merrni me vete në kabinë plotësisht falas dhe shtesë mbi valixhen e lejuar. Linjat ajrore janë të detyruara ndërkombëtarisht t'i lehtësojnë transportin e këtyre pajisjeve. Sigurohuni vetëm që të informoni të paktën 72 orë më parë nëse pajisja kërkon bateri, në mënyrë që ekipi i sigurisë të jetë në dieni. Të udhëtosh me shëndet është të udhëtosh me liri. Ja ku e keni. Shumica e këtyre 15 përparësive janë të padukshme për pasagjerin mesatar, por janë aty duke pritur që të ngrini dorën dhe t'i kërkoni me sigurinë që japin vitet tuaja të përvojës. Nëse e keni gjetur këtë informacion të vlefshëm, do të na pëlqente të na bashkoheshit në hetimet tona të ardhshme mbi botën e udhëtimeve. Mbështetja juaj na ndihmon të vazhdojmë të zbulojmë atë që kompanitë e mëdha preferojnë ta mbajnë të fshehur. Abonohuni dhe lini mendimin tuaj në komente. Udhëtim të mbar.